Situata e zjarreve po shkon drejt normalizimit pas emergjencës së ditëve të fundit që përfshiu disa zona të vendit. Nga 35 vatra të raportuara gjatë 24 orëve, vetëm 5 mbeten aktive ndërsa 3 të tjera po mbahen nën kontroll. Aktualisht nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Në operacione janë angazhuar 382 forca dhe 40 automjete zjarrfikse. Forcat e armatosura kanë ndërhyrë me 90 efektiv dhe 3 helikopter. Në Dajt, zjarri po shkon drejt shuarjes, ndërsa vatra e Priskës është vënë nën kontroll. Me intensitet të ulët vjen zjarri në Lufaj të Mirditës. Situata është përmirësuar edhe në Tërbun të Pukës, ndërsa vatrat në Gjegjan dhe Gojan mbeten aktive. Gjatë operacionit u evakua një familje dhe u shmang rreziku për banesën e saj. Në zonë po ndërhyn 40 efektiv dhe 2 helikopter. Forcat zjarrfikse vijojnë punën edhe në Gjormë të Sipërm, Tunj të Re dhe Qaf Helmës. Zjarri në Gurlur është shuar dhe zona mbahet nën kontroll. Autoritetet bëjnë të ditur se kapacitetet operacionale mbeten në terren dhe në gatishmëri për çdo riaktivizim të mundshëm të vatrave.